Afrimiteti mes Dolces dhe Lim Hotit po bëhet çdo ditë më i dukshëm brenda shtëpisë së Big Brother, duke u shndërruar në një nga temat më të diskutuara të momentit. Gjatë 2 ditëve të fundit, dyshja kanë kaluar shumë kohë së bashku, duke krijuar një energji të veçantë mes tyre që nuk ka kaluar pa u vënë re as nga banorët e tjerë dhe as nga publiku që i ndjek nga afër. Ata janë parë vazhdimisht duke kërcyer bashk, duke shkëmbyer batuta dhe duke qëndruar pranë njëri tjetrit në momente të ndryshme të ditës. Gjuha e trupit dhe mënyra e komunikimit mes tyre kanë nxitur menjëherë spekulime se mes Dolces dhe Limit mund të ketë më shumë se sa një simpati të zakonshme. Çdo veprim i tyre është komentuar dhe analizuar, duke e kthyer afrimitetin e tyre në një nga dinamikat më interesante të këtij edicioni. Pas spektaklit të së hënës, situata mori një kthes edhe më të fortë, kur Dolce dhe Limi shkëmbyen puthjen e parë në buzë. Ky moment u përhap me shpejtësi dhe bëri bujë të madhe, sidomos për faktin se Limi ka vetëm pak ditë që është bërë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Puthja u interpretua nga shumë ndjekës si një shenjë e qartë se mes tyre po lind diçka serioze, ndërsa për të tjerë ishte një hap i shpejtë dhe i papritur. Limi është i njohur për publikun edhe si ish partneri i Alba Pollozhanit, me të cilën historia e tij ka qenë mjaft e komentuar. Vet Limi ka deklaruar se marrëdhënia mes tyre ka përfunduar prej muajsh dhe se ai ka hyrë në shtëpi si një person i lirë emocionalisht. Megjithatë, Alba ka dhënë një version tjetër të historisë, duke pohuar se komunikimi mes tyre ka vazhduar për një kohë të gjatë edhe pas ndarjes, çka ka shtuar dyshime dhe tensionet rreth kësaj situate. Kjo kontradikt mes deklaratave të dy ish partnerëve ka bërë që afrimiteti i Limit me Dolcen të shihet edhe më me lub nga publiku. Shumë ndjekës pyesin nëse kjo afërsi është një ndjenjë e sinqertë që po lind natyrshëm, apo një situatë krijuar nga dinamika e lojës dhe presioni i ambientit të shtëpisë së famshme. Mbrëmjen e kaluar, pas spektaklit të Big Brother VIP Kosova, dyshja janë parë sërish shumë të afërt, duke kaluar kohë së bashku larg zhurmës së pjesës tjetër të banorëve. Afërsia mes tyre ka vazhduar edhe gjatë ditës së sotme, ku janë kapur momente të tjera intime dhe të ngrohta. Një prej tyre ishte kur Dolce i bëri masazh Limit, një gest i cili tregoi një nivel rehatie, besimi dhe intimiteti që zakonisht krijohet vetëm kur dy persona ndihen të lidhur emocionalisht. Ky veprim ka ndezur edhe më shumë diskutimet brenda shtëpisë, ku disa banorë kanë shprehur hapur mendimet e tyre, ndërsa të tjerë kanë preferuar të qëndrojnë në heshtje, duke vëzhguar se si do të zhvillohet kjo histori. Në të njëjtën kohë, rrjetet sociale janë mbushur me komente, opinione dhe teori të ndryshme rreth marrëdhënies së Dolces dhe Limit, duke e bërë këtë afrimitet një nga temat më virale të momentit. Mbetet për të parë se si do të evoluojë kjo histori në ditët dhe javët në vijim. Nëse afrimiteti mes Dolces dhe Lim Hotit do të shndërrohet në një romancë të qëndrueshme, apo do të mbetet thjesht një flirt i përkohshëm brenda shtëpisë së Big Brother. E sigurt është se kjo dinamik ka sjellë emocione të forta, ka trazuar ujërat në shtëpi dhe ka shtuar interesin e publikut për zhvillimet e ardhshme të këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.